Pamundësia ekonomike për të kryer transplantin e veshkave po i rrezikon jetën një 33 vjeçareje nga fshati Kurian në Roskovec. Aleksandra Kuka, e gjendur në këtë situatë, i është drejtuar për ndihmë me një letër gazetarit të News 24, Erion Skëndaj. Një letër të tillë ku kërkon ndërhyrje urgjente, Aleksandra ja ka dërguar dhe ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Unë kam probleme me veshkat, po bëj 4 vjet. Edhe nuk kam mundësi ekonomike. I kam bërë letër ministrit, s'ka marrë përgjigje. Mundësitë ekonomike të mia nuk mjaftojnë që unë të marr ilaçe tani. Doktorët në Tiranë më kanë thënë që duhet të bëj transplantin unë nuk ka mundësi ekonomike ta bëj. Me 9.800 lekë në muaj të ardhura nga Kempi, Ereja dhe familja e saj nuk mund të përballojnë shpenzimet. Ata nuk kanë mundur të sigurojnë dhurues, por edhe në rast se dhuruesi gjendet, sërish familja e Aleksandrës nuk mund ta përballojë. Po të kesh dhuruesin, unë nuk kam as dhurues, kushton 15.000 euro. Nëse nuk e ke dhuruesin? 60.000, 70.000 euro nuk i kam indjen, po e di që kushton. Unë marr vetëm 98.000 lekë kemp. Ato 98.000 lekë kemp mua nuk më dalin që të marr ilaçet, muaj për muaj dhe të bëj analizat. I ka të dyja të dëmtuara. Edhe na ka thënë për transplantin. Transplant, burri është i kuruar me ilaçe, unë me ilaçe, po prapë unë nuk e kam grupin e gjakut, i t'ja adhuroj, se nuk pyesja për vete time, po të kisha grupin e gjakut. Po nuk e kam, edhe vajzat nuk e kanë. I lutemi shtetit tash të na ndihmoj. Edhe për dhurues, edhe për ndihmë financiare. Aleksandra dhe familja e saj e varfër prej 4 antarësh, në vitin 2015 është klasifikuar si invalide e grupit të dytë, me diagnozë konsumimit të 2 veshkave të saj në masën 70%. Apelin e saj ajo ja drejton të gjithë atyre që kanë mundësi ta ndihmojnë dhe sërish shtetit. Kush ka mundësi të më ndihmojë? Ndaç shteti, kush do qoftë.